klasën e artmiksave. Sot do bëjmë nga pyetjet më të çuditshme. Dhe të shohim a i gjeni ju dot apo nuk mund të gjeni. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini te Artmiksa. Unë quhem Vjera Sinani. Ndërsa unë quhem Edna Tozrin. Filloj me pyetjen e parë. Nga çfarë përbëhen medalit olimpike? Nga ari, argjendi, bronzi apo të treja? A i ke para ato ku në fund fitojnë që dalin trego të mira dhe i kafshojnë se mos ajo që dele parë kafshojnë ato medalje. Nga çfarë përbëhet medalit olimpike? Nga ari, argjendi, bronzi apo të treja? Të treja. Bravo, përgjigje saktë. Pra, vendi i parë merr Floridi, ndërsa vendi i dytë merr argjendi dhe vendi i tretë merr bronzi. A ju një në sporte? Po s'kam që të një në sporte. Keni një lojë të preferuar nga këto sport, për volejboll, basketboll, topadjekësi, futboll? Se këto lojë tjera se kam qenë. Po më pëlqej më shumë volejboll. Vazhdojmë në pyetjen e dytë. Sa këmbë ka njëri manga? 4, 6, 8 apo 10? Edhe unë kam shumë i natë, sa në i shoh, i shkel me këndi, i keme prapë. Dhe unë kam kësë prapë, edhe aaa! Vërtat, e disa vërtat sigur, nga thonë një zonë për 5 vitë dhe unë dhe aaa! Në njerë në kajtë, një njerë mu, në sa e ta që fiksova, një ka me prapë dhura derën. Po Spider-Man, të që? E kam u pra vogël! Nëse kam shqef Spider-Manin. Unë kam që vëtë së pavarësisht se është për quna, po edhe për goca më tje, duke se zhu se jam një gjërë për quna dhe... Po di mua së është. Ua të qenë, unë ndojë se me manga ka 10 përgjishën e saktë. Okej, filloj me pyetjen tjetër. Nuk është shumë e bukur për mua. Edhe unë i pëlqen shumë shtete. Cili shtet ka popullsinë më të madhe? Rusia, Egjipti, Kina apo Japonia? Kina? Bravo, Egjeni. Po si ke qenë në një vend nga shtetit? Po mirë, po në vetëm për të të thonë në vlorë kam qështë. Po së është ja shtetit të shtetit. Po, nuk është ja shtetit. Do të këto që janë në Shqipëri, nuk janë në të vendit të Shqipëris, nuk janë në shtetit. Po, kur ke parë në Google, shumë ke shkruar dhe një shtet që ti të pëlqen shumë të shkosh, të tritesh. Do të kush do ishte vendi më i preferuar për ty? Do ishte Italia. Mua më pëlqen, unë kur tritem kam shumë qejf. Po vetëm gjuha italiane më pëlqen se të bërë. Nuk e di, nuk e marr vesh gjuhën. Po mua për pak më duket e lehtë. Okej? Unë kur të rëndë do ati këmi Francë. Shkollë do ati për Shqipëri, jam Francë. Po për të të kur bëhem e një asë në universitet se bëhet. Vazhdoj me pyetjen tjetër. Zogu që mund të imitojë njerëzit. Kush është lejleku, pula, rosa apo papagalli? Të qitë njerëzit e di kush imiton njerëzit, që është papagalli. Mua më pëlqen papagalli se është shumë ngjyrësh. Se papagalli imiton njerëzit. Edhe është bërë për qitë, ose një që shërak, ai të zërin pak shumë. Si më të sa papagalli bukur qënke. Ua, sa papagalli bukur qënke. Ua, që ka kopjac. Ua, që ka kopjac. Ti e kopjac, jo unë. Jo, më ti e kopjac, jo unë. S'po merë me ty se ti kopjonke. S'po merë me ty se ti kopjonke. Vazhdojmë tek pyetja tjetër. Kush është personazhi Disney që fluturon mbi një qiellin? Pinoku, Aladini, Alibaba apo Spider-Man? Mund ta gjeni dhe ju. Aladini? Bravo, përgjigje saktë. Mua më pëlqen shumë Aladini, se mos Jasmine është më e bukur pak. Ose jo para Aladini. E se ke parë si kuku. Po, ku ke parë ti për shokë si kuku? Kush është Spider-Manin dhe Pinokun?
Kush është filmi vizdatimor më I bukur për ty? Për mua është Arieli dhe Irushka dhe Bela. Kam bërë një film me Bela. Jo film, po e kam bërë kohës. Po, bravo, qytiri. A do duhet kishe një qilim që fluturoj kudo? Po se lodhen duke hecur. Edhe më kanë dashur të kemi qilim. Sa të ecim kodë mirë me mbi tape, qilim edhe da të sotë kur duash. Ku të duhet të shkojnë në sëndo? Kishe këtë qilimi. Do duhet që mos u lodhja, mos ikja në ajë, që përsi as kur s'kaloja, kaloja të qka pa leje, do shkoja në Francë, nga liftove në të shtetë që mos më shifte njeri kur të kaloja, nuk përso në isha mbi qërë. Nuk është në gjiro. Do brisha kuvora, ti shkosha në Francë, të shkosha në Itali. Po çfarë gjë do ta kishe qilimi? Do ta kishe Lida sepse edhe më kam gati vjolla. Edhe unë vjollë desha ta kisha. Vazhdoj me pyetjen tjetër. Sa lojtar ka një lojë futbolli? 3, 5, si të le? 3, 5, 8 apo 11? Unë 10 futbolli në televizor dhe kam parë 11 veta. Mua pëlqen bësh pak sport kështu. Sport jo. Edhe mua po unë më pëlqen si luaj domethënë. Unë jam në një skuadër, jam në Portugali, nuk e dija këtë parti. Okej. Dhe pyetja e fundit për sot. Kush jeton një ananas në det? Pinokus, Bob-Bobi, Superman apo Elsa? Pëlqen Elsa mi që po më pëlqen vetëm aku që më pëlqen. Të pëlqen I ftohtë, po kush pëlqen më shumë Vera, pranera, vjeshta po që duhet të dalë për Elsa. Vera sepse shkoj në plazh dhe fshina më shumë. Po të handa kollore siç e kanë qenë. Po di me pak rrezash më mirë se në verë djersitesh. Po fix. Pra, to ishin pyetjet tona. Miro pafshim. Shihni podcastin tjetër. Art Mix. Pafshim.